Majoranca dhe opozita parlamentare kanë arritur një marrëveshje për dekriminalizimin e shpifjes, duke vendosur që në të gjitha rastet e përhapjes së informacionit të rrem të përdoret vetëm mekanizmi civil dhe jo masa penale. Megjithatë, diskutimi ka nxjerrë në pa një pikë ndarse që lidhet me përkufizimin e gazetarit dhe përjashtimin që ky përfiton sipas kodit penal. Deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku deklaroi se qeveria ka shtuar disa ndryshime të pjesshme duke vendosur që përjashtimi të zbatohet vetëm për organizatat e regjistruara, të cilat aktualisht në Shqipëri nuk ekzistojnë. A duhet të dënohet nëse shpif? Po patjetër, po me mjete civile, jo me mjete penale, pra jo me burg, po me gjop që këtu në Republikën e Shqipërisë kjo është e rregulluar sepse edhe Kodi Civili ka masat në këtë rast. Qeveria mendon që kjo është një e drejtë që i takon vetëm organizatave gazetareske të vetë rregulluara dhe të regjistruara si të tilla. Sot në qendrën kombëtare të biznesit ka 0 organizata të tilla. Dhe komentet që ka Komisioni Evropian ndaj qeverisë shqiptare thonë që dy çështje duhet sqarohen menjëherë. Në përputhje me komentet tona fillestare, nocioni që kërkon që të sqarohet është ai i përkatësisë të gazetarëve në këto organizata, thotë. Vendosja e përkatësisë kooperative mund të kërkojë kohë përcaktuese për përjashtimin nga Kodi Penal, sepse sot Shqipëria ndërkohë që flasim, thotë, nuk ka absolutisht asnjë organizatë të regjistruar. Për këtë arsye i sugjerojmë qeverisë shqiptare, thotë, që të marrë masa për ta bërë këtë përkufizim të qartë në mënyrë që të përfitojnë gjithë gazetarët. Dhe komenti i dytë lidhet me faktin që Komisioni Evropian është për propozimin që unë kam sjell, përjashtim të plot të dënimit me burg. Nga ana tjetër, kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste Taulant Balla theksoi se shpifja nuk është vepër penale për gazetarët profesionistë, pra ata që punojnë në media të regjistruara dhe janë pjesë e shoqatave të gazetarëve. Sa i përket figurës së veprës penale, duhet të garantoj sot çdo gazetar që funksionon si i tillë në Republikën e Shqipërisë që në këtë koncept nuk ka më vepër penale për shpifje për gazetarin, kur gazetari është realisht gazetar. Jo kur gazetari e vetë shpall veten gazetar, vej një betç këtu edhe thot un jam gazetar. Është një hap i madh ndryshimi që ka sjell qeveria, sepse e ndan shpifsin profesionist nga shpifsi amator. Shpifsin profesionist i tregon vendin, shpifsi amator e ndan dhe e vërteta është që me ndryshimin që për gazetarët në momentin që është i organizuar, në momentin që njihet me profesion gazetar, pra punon në një media të regjistruar, i organizuar në këto shoqata të tjera, përjashtohet për çdo rast, por ama një gjë do ta bëjmë gjithë. Në përfundim, kërkesa e deputetes Tabaku për heqjen e kritereve të përkatësisë korporative u rrëzua me 8 vota kundër dhe vetëm 1 vot pro në Komisionin për Europën dhe Punën e Jashtme, duke vullosur dakordsinë për mënyrën e re të dekriminalizimit të shpifjes.